ngar, mjafton frika e tjetrit për t'i vullosur ato. Ervin Saliani, kryefjala e javëve të fundit në PD na bashkohet në studio për të bërë së bashku një analizë për të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur në Frontin Demokrat dhe jashtë saj. Faleminderit që jemi në. Faleminderit. Kush ju birësoi kur ju ishit në qeli? Janë terma të njeriu të dëshpëruar, që i kanë rënë të gjithë elementet që kanë ngritur si mite në vite. Pra është zhburëruar, i kanë rënë dhe kështjella e fundit e burrërisë, është zhburëruar në mënyrën më të turpshme të mundshme, pra është kalbëzuar nga ana organizative, ka lajthitur nga ana emocionale dhe psikoemocionale, i ka rënë miti i njeriut që ka mbështetje duke u abandonuar dhe praktisur nga demokratët, dhe është aziluar, pra është aziluar në mënyrë luksi, pra kujdeset mirë edhe për shkak të moshës politike, se me moshën një respekt për çdo të moshuar, po mosha politike ti është sa mosha ime në jetë, është aziluar nga Edi Rama duke mbajt mirë me tendera, me koncesione, me leje, shumë gjëra që nuk i kemi ditë për shkak se kemi qenë në të njëjtën parti politike, që sot vinë si fakte për lidhjet e tij. Por ai që është fakti i ditur botërisht dhe që bëhet sikur shmanget është se jam gati të them kur thotë që ushit në burg, çfarë ushita unë më të në një fjalë që meriton rëndshëm, domethënë një njeri degraduar në nivelin që edhe kundërshtarët më të mëdhenj nuk ja kanë uruar, besoj, apo nuk e kanë prit të jetë shumë. Unë kam bërë 10 muaj burg fizik, ndërkohë që Sali Berisha ka dalë me vendim të gjykatës së Edi Ramës pak para zgjedhjeve, sepse ka pas avantazh në zgjedhje. Në çdo sondazh del që Sali Berisha është avantazhi kryesor i Edi Ramës. Ndërkohë që në 13 vite ky regjimi i egër i Edi Ramës nuk i ka ndodhur prej këtij regjimi të egër të Edi Ramës, nuk ka hyrë asnjë funksionar tjetër i Partisë Demokratike, as ministër, as ish-ministër, as drejtor, pavarësisht akuzave për korrupsion, pavarësisht akuzave dhe abuzimeve që mund të kenë bërë. Jam i vetmi njeri që ka bërë burg nga Partia Demokratike për shkak të fjalës dhe denoncimit të krimit. Ndërkohë që Sali Berisha, me vendimin e gjykatës britanike, kur ka ankimuar vendimin e Home Office, e ka të shkruar aty të zezë mbi të bardhë që Sali Berisha është i lidhur me grupet të krimit organizuar dhe ka përdorur grupet e krimit organizuar për të influencuar politikisht për interesat e veta politike. Është non grata për shkak të korrupsionit masiv, minimit të demokracisë, këtë që po bën edhe sot, kjo që po bën Sali Berisha sot është minimi i demokracisë dhe mbajtje peng e Partisë Demokratike dhe opozitës për interesat veta personale dhe të një rrethit të ngushtë. Pra, nuk mundet që një njeri i degraduar nga të gjitha institucionet, me probleme që nuk mbledhot njerëz sa që mbledhen njerëzit për synetliqe, ky nuk i mbledhot më në protest në një parti opozitare që ka 500.000 votues ditën më të keqe, për shkak të këtij 500.000. Dhe në vend të dalë dhe thotë si do të bëjë Partia Demokratike fituese, thot Butalliqe, edhe sot hipokrizia është e tmerrshme. Kandidon një vetëm njeri që nuk duhet kandidonte për shkak të ligjit dhe statutit. Statuti Partisë Demokratike përcakton në 26 që Sali Berisha, për shkak se është kryetari i Partisë Demokratike dhe nuk e ka çuar partinë drejt fitores, i humb mandati me njëherë mbas shpalljes rezultatit zgjedhor dhe nuk ka drejt të rikandidojë. Dhe ndërkohë gjithë tjerët që mendojnë ndryshe nga Sali Berisha nuk e bën dot fituese Partinë Demokratike, po bën lekë dhe bën fitues xhepin e vet, i merr i përjashton. Saliani, unë besoj që indicet i ke patur një kohë që ishte rikonfirmuar emri Berishës me zë dhe me figurë që do të rikandidonte për të marrë timonin e Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, unë besoj që gjuha që është bërë pak më fort në drejtim apo shënjestrimin e zotit Berisha orët e fundit, po edhe reagimet në media, por edhe rrjetet sociale kanë qenë më të forta. Kjo për shkak se ti prisje deri në momentin e fundit kur të mbyllej çështja e dorëzimit të dosjeve, mbase do të pranohet dhe mbase aty edhe mund të zbuteshim pak situatat, se pranimi i dosjeve do shqyrtojë dhe pastaj futeshim në garë të gjithë të barabartë. Nuk pres zbutje nga dikush, se nuk e ka pronën nuk e ka lënë baba, është investimi i miliona shqiptarëve dhe i mira demokratëve. Pra Partia Demokratike është aset publik, unë nuk pres pronarin të më jap leje aty në pronë. Ne jemi bashkëpronar, të gjithë anëtarët e Partisë Demokratike në Partinë Demokratike. Unë e kam rritur dozën për shkak se është ekspozuar. Pra lëvizja ime ka ekspozuar një gjë, që jemi në një regjim Rama-Berisha. Rama kontrollon institucionet, bashkë me këtë zotrin, se Rama ja ka dhënë vullën, me të njëjtën trup gjykuse që më ka dënuar mua, që unë kam shkuar në burg, ka marrë ky zotria vullën. Pra,
Dhe nga ana tjetër mban këtë me leje, me koncesione, me tendra. Dhe fakti që ky nuk i jep drejtim një procesi politik, se e kam thënë dhe them prap, unë nuk i shkoj në procese gjyqësore me një regjim Rama Berisha, që këta kontrollojnë të dy gjykatat. Nuk të ndjekesh rrugë ligjore si eksponentët e tjerë që ishin kandidatë. Do vazhdoj betejën politike duke takuar demokratët. Dhe tani, cili është interesi? Pse ka frikë Sali Berisha kur ka mbështetje? Pse është frika cak? Se i ka rënë ky miti tjetër që ky është njëri që del edhe. Pse është frika cak Sali Berisha në këtë moshë? Ka 36 vite që kontrollon dhe dominon Partinë Demokratike. Ty ngardhët të shikojmë se sa fiton, me qenë se ka mbështetje. Po kush është ky? Se ky është kandidat që përjashton kandidatët e tjerë. Se absurdi nuk ka fund. Ky është kandidat që përjashton, por prapë është idiotësia tjetër. Tani imagjinoni, thot ka dalë edhe ka fol të vërtetat që i flasin gjithë drejtuesit nëpër kafene edhe nëpër pseleri demokratët. Po si do ju jam, imagjinoni tani do ju ngarun me Sali Koltukun. Dhe për Sali Koltukun do them që ky është i jashtëzakonshëm, me qenë se na ka humbë, me qenë se i vendosi listën e kandidatëve për deputet siç e donte qefi vet, me qenë se bashkëpunon me Ramën, me qenë se del tani, e keni parë se tani kanë dalë hapur, bëjnë tur bashk. Sali Koltuku me këtë Ramën. Dalin për reformën territoriale, mbledhin njerëz të dy bashk. Dalin ulën me Damian Gjiknurin. Po, ulën bashk. Dhe mirë që ulën bashk dhe konsultohen me opinionin publik. Jo, më shumë mirë që ulën edhe ndajnë edhe licencat, tendrat edhe lejet edhe këto. Mirë bëjnë, po puna është për veten e vet. Mirë bëjnë ata, po do t'i marrin populli para. Sepse ky zotria ka ekspozuar veten, por edhe lëvizja që nisa, ka ekspozuar dobësinë e këtij, mungesën e mbështetjes, frikën për të përballur me demokratët. Çfarë do ju thotë Sali Berisha si kandidat demokratëve? Do fitoj. Tha do ta trej zvarrë Edi Ramën. Javë për javë po e trej zvarrë, Rama vazhdon thellon rezultatin. Tha do rregulloj marrëdhëniet me ndërkombëtarët. Nuk i hyn as ambasador. Ore ty njëri për kështu është si ata, ma tha mirë një persekutuar. Ore po më duket vetja tha, man tiki ky Berisha tha, se më duket vetja si në kohën që isha i persekutuar. Ore dilim në rrugë, tha, nuk na shikonte njëri me sy ndronin rrugën. Nuk na vinte njëri në shtëpi. Në partinë e Sali Berishës, prej Sali Berishës nuk hyn një ambasador, më keni parë apo jo? Një ambasador nuk i shkelin në derë. Pra s'ka gjë se ka pasur dhe vizita dhe takime me homologët. Po kështu cjellun turist të hynë në partinë 100, vinë turist në Shqipëri, dalë në rrugë dhe ma i takoni pak Saliun, Sali Koltuku në hynë ata, se duket edhe i moqëm kështu nga mosha dhe si fosilja vjetër, mund vinë të bëjnë. Pësha lidhje ka kjo me, unë po them realitetin. Pyetja që ndrore është kjo, si do të bëjë Partinë Demokratike fituese Sali Berisha? Sepse Partia Demokratike financohet nga buxheti i shtetit, ka kontributin e mira dhe sakrificën e mira demokratëve. Si do të bëjë fituese ky? Duke i përjashtuar të gjithë, duke qëndruar vetëm vet. Pra cili është interesi i Partisë Demokratike sot për të pasur kryetar Sali Berishën? Për ta mbajtur çfarë? Për të dalë, për të turpruar veten edhe Partinë Demokratike. Ky është jo përfaqësues një. Këto lëvizje që po ndodhin, këto situata për procesin e kandidimit, të ndikojnë më shumë që lëvizjen që e ke shtrirë në terren në rang kombëtar në gjitha bashkitë ta intensifikosh? Vetëm apo do të mendohesh një herë dhe të bësh një bilanc ku është situata? Vetëm e ka arritur mbështetjen, unë do të vazhdoj të njëjtin plan siç e kisha, e dija unë që do shkonte këtu dhe duhej bër kjo lëvizje për të nxjerrë Sali Berishën si segment, si mekanizëm, si kambalec i mbajtjes pushtetit të Edi Ramës. Dhe duke mos e çmontuar Sali Berishën, duke mbajtur Sali Berishën kështu, si të paprekur, Edi Rama vazhdon pushtetin i qetë. Duhet çmontuar si pjesë e regjimit Rama Berisha, duhet çmontu Berisha të mundim Ramën. Sepse Edi Rama ka 60% të qytetarëve në çdo sondazh dhe në sondazhet që keni publikuar ju si media, 60% janë pak kënaqur me qeverinë, por nuk shkojnë tek opozita. Sepse opozita përfaqësohet nga Sali Berisha. Shikojeni pak ta krahasojnë njerëzit pse do Edi Rama Sali Berishën. Të krahasojnë për vite politik? Thuajse 30 vite Rama, thuajse 40 vite ky, rekord. Vetëm ky edhe Ayatollahu. Ayatollah Saliu, se Ayatollah atje e Khamenein eliminuan Shtetet e Bashkuara. Këta e kanë eliminuar politikisht, por e lënë kështu që të turprojë dynjan. Krahasimin, marrëdhëniet më të mira me ndërkombëtarët të Rama, marrëdhënie më të këqija ky. Për shkak të këtij, sepse me ndërkombëtarët Rama sot ka probleme. Marrëdhënie problematike Rama me Spakun, marrëdhënie edhe më problematike Sali Berisha me Spakun. Pra, në cilat elemente, pa programe Edi Rama, me banalitete Sali Berisha.
Pra janë dy njerëz pra është një monedë me dy medalje. Ktheje tek Dita Saljani. Ktheje nga ana tjetër. Më qëndro tek Dita e dorëzimit të dosjes. Pse nuk zgjodhe të shkojë vetë të dorëzojë dosjen e kandidimit, po dërgove një përfaqësues ligjor? Nuk është përfaqësues ligjor, ata janë dy anëtar të kryesisë forumit renor të Partisë Demokratike, ishte edhe mesazh për t'i dhënë hapësirë të rinjve, po ai nuk ishte proces. Do të kishte impakt tjetër, por këtë besoj je i bindur. Po ja u them, ka dalë, po themi, udhëzimi edhe nga Afrika për ta mbajtur tabor, ka dalë në orën 4 mbasdita dhe është lajmëruar që deri në 12 të ditës së nesërme. Kam qenë avion për Londër. Kur kam zbrit e kam parë njoftimin, nuk arrija do të në çdo lloj rasti dhe kam dërguar përfaqësues të forumit rinor për depozituar kërkesën që mos thoshin që nuk depozitoj, po edhe për një element tjetër, sepse unë nuk do vlerësoj njerëz që janë punonjës Sali Berishës me lekë. Ata paguan nga Sali Berisha për të mbyllur dyert. Pra nga Lul Brava, Sali Brava apo Sali Shuli. Çfarë diferencë? Se kjo tregon dhe një element tjetër. Mundësia që po tregon sot, tregon që Partinë Demokratike në 9 vitet e drejtimit nga ana e Zotit Basha, pas ka qenë ky. Se ka të njëjtën mënyrë. Shikojeni pak çfarë ka ndryshuar në Partinë Demokratike nga koha e Lulzim Bashës. I njëjti ekip, e njëjta mënyrë se zgjidhen deputetët, e njëjta mënyrë se si përmendet çdo njeri pa po me nuhatjen e tyre zgjedhë edhe ti, edhe si kandidat për deputet dhe si drejtues qarku. Jo, unë jam zgjedh, mua më kanë heq ata në 2021-shin. Po të kanë evidentuar së pari. Po më kanë hequr jam evidentuar vetëm si edhe tani. Pra unë kam hyrë në Partinë Demokratike në vitin 2013 në opozit, kur gjithë iknin nga Partia Demokratike sapo humbi pushteti. Më kanë hequr me komision mua këta zotërin nga lista dhe kam mbledh njerëzit atje demokratët në Korçë dhe ju jam imponuar duke nënshkruar të gjithë dhegët dhe duke pra nuk është përjashtimi i parë që të ndodh në kampin demokrat. Gjithkohën këtu kam bërë këta sepse ka një element. Urrejnë fituesit. Unë kam fituar përballë Edi Ramës, ku ka pasur garë dhe ku partia më ka ngarkuar detyra. Këta kanë humbur. Ky zotëria ka humbur. Shikojeni pak jo, e keni parë ndonjëherë e ka urrëti ndaj fituesit, sepse dele dhe thotë me Edi Rama nuk mundet, po e demotivon gjithë, shërben Ramës edhe hapur. Tani ka fituar qarku Kuksit. E keni parë në një vend Flamurogën, se po i përmend me emra? Ka fituar nga lista hapur Kastriot Piroli në Lezhë. E keni parë ta promovojnë në një vend? Ka fituar në Korçë nga lista hapur Fidel Kreka. E keni parë ta promovojnë në një vend? Pra çfarë ka kandidat fitues? Sepse nuk i do t'i përjashtoj fituesit ta mbaj partinë kështu si mekanizëm që i shërben Edi Ramës. Sepse ky ka probleme me drejtsinë. Dhe Edi Rama diku e mban peng, diku shkopin me pengmarrjen që i bën me problemet që ka ky me drejtsinë, diku ka rrotën duke i dhënë leje për ta mbajtur të balancuar. Pra, qytetarët e kanë kuptuar në çdo cep ku kam qenë, ma thonë, ne do vazhdojmë lëvizjen për t'i çmontuar. Jemi në regjimin Rama Berisha. Këtë artikulim që merr nga mbështetësit dhe simpatizantët, unë jam e bindur që mund ta marrësh. Media Berisha. Para Rama, para Berisha. Po të ishte kështu minimumi, jo të reagim tëndin do ta publikonin media. Jo, disa, nuk kam... E kam në të përgjithshme në gjës. Nuk kam asnjë problem me mediat. Mediat janë... Besoj të mirë presin dhe të japin kohën. Që të qartësoj. Nuk kam asnjë problem me mediat, unë kam komplet narrativ ndryshe nga Sali Berisha. Sali Berisha ka 70% kohës televizive dhe thot mediat e regjimit. Unë po them ato që i kanë pronat vetat. Nuk kam asnjë problem. Unë shkoj te çdo media dhe kam respekt edhe për kam shkuar edhe shkoj prapë tek mediat që i kanë këta. Për linjë editoriale kisha fjalën. Pra, çfarë diferencë ka? Cila është diferenca mes njërit dhe tjetrit? Nuk bën zgjedhje Edi Rama, por ka një diferencë ai fiton apo e gjen. Konfirmon 83 mandate dhe çon opozitën në stad që Berisha. Nuk ka e përsi morale, është i zhytur Edi Rama moralisht, vete zhytet dhe Sali Berisha. Pa çfarë diferencë kanë këta? Do më përgjigjesh disa pyetje mua tani? Çfarë duash? Simpatizantët mbështetës dhe nga strukturat e Partisë Demokratike në rang kombëtar e kemi parë mbështetjen sallat kanë qenë plot dhe shpeshherë jeshtë njëstruar nga Partia Demokratike dhe zoti Berisha që kryetarët e bashkive, disa edhe me emër, të kanë ndihmuar për të mbushur sallat. Unë kam kuriozitetin të di për te strukturave, a ka eksponent të rëndësishëm të Partisë Demokratike që në mënyrë direkte, në ekran, në seli, nuk të mbështesin do të hapurazi, por në një bisedë telefonike, në një kafe që mund të konsumosh me ta, ti e di që ke mbështetjen e tyre? Jo vetëm aq, por kanë mbushur edhe sallat.
Të kanë ndihmuar? Patjetër, deputetët, drejtuesit politik, drejtuesit e partive kanë bush sallat. E thon hapur këtë gjë? Thjesht po se thon hapur se deli lidh me ndonjë gjë ai. Ka njerëz që nuk kanë guximin si unë dhe kur janë për të përballë. Po të dalit dikush tani se shumë shpejt do bëj këto emërimet e tjera këy. Do ta shohësh që do dalin ca lidhur tjera aty me krimin, me bandat, me shërbëtorët të Edi Ramës, sepse zvoglon vetëm ky kërkon ta zvogloj sa më shumë që ta mbaj peng, por nuk ka për ta mbaj dot. Tani po ju them unë me qenë se më thatë kryetar bashkie. Ka thënë për kryetarin e bashkisë Shkodrës. Për Benet Becin. Për Lezhën po ashtu. Ja se po i marr ti marr. Po, ka thënë për Benet Becin. Një njeri super i korruptuar me probleme me ligjin, në SPAK nuk e përmend asnjëherë Sali Berisha. E ka pas drejtorin më të përgdhelur. Pa pas asnjë kontribut në Partinë Demokratike në strukturë, e ka pas drejtorin tek një prej drejtoritë me buxhetin më të madh, një nga njerëzit më të korruptuar të kohës Sali Berishës. E keni parë mbaj përgjithësi? Vim tek tjetri, tek Pierin Dreu. Është njeri prapë që ka qenë afër Sali Berishës, ka qenë drejtor policie, ka qenë policitë shtetit dhe ky çam lidh mua me të. Pastaj po ju them një element tjetër. Merreni cilin do prej këtyre, Saliun të parën, Sali Koltukun, dhe ti vendosim në cilin studio të doj ai. Dhe te këto që i ka pronat vetat. Dhe të dalim, ti nxjerrim me foto njerëzit që ka mund sallë, me foto njerëzit që ka Sali Berisha. Po njoh Sali Berisha tek salla e vet më shumë se 10 njerëz, unë njoh të gjithë këta që kam në sallë me emër, me mbiemër dhe ku angazhohen, po njoh edhe ata që janë te Sali Berisha, se demokratë janë dhe ata, po kanë mbet aty për shkak të lidhjeve trashëgimisë, po e kuptojnë dhe ata nga dita në ditë. Ka thënë Korç krimi organizuar. Cili është krimi organizuar në Korç? Se unë i kam përmend me emër organizatorët në çdo zonë, po me qenë se era fjala. Kush është krimi organizuar në Korç të ma thonë aman, se po e gjetën dot këtë krimin e organizuar të Korçës, unë do jem shumë kurioz. Tani këto janë të gjitha përpjekje të dëshpëruara për të bërë pis demokratët që mendojnë ndryshe nga Sali Berisha, që janë shumicë. Shumica e demokratëve janë kundër Sali Berishës. Pa ku ka këtu budalliqet që thot nga mëngjesi deri në darkë i mbush po i sfidoj prap. Hajde dalem dhe unë t'i them me emra ata që kanë sallë, thoni ju me emra ata që keni edhe tek unë edhe tek vetja. Po si vjen një socialist sot se është edhe për shkak se e ka mirë me Ramën, e ka humbur edhe instiktin politik. Po ku ka sot socialist që vjen dot në një takim të një demokrati? Sot heqin nga puna për një fjalë, jo më të vinë takime dhe në salla të organizuara nga një njeri si unë që dua të drejtoj Partinë Demokratike. Po se kupton ai se ai nga që e ka mirë vetë me Ramën edhe di se të gjithë nuk i gjen gjë. Prandaj e ka humb këtë. Kush është sot armiku më i madh i Partisë Demokratike? Sali Berisha. Sali Berisha për shkak të interesave personale është armiku më i madh që ka Partia Demokratike. Po e mban peng, e ka uzurpuar, e trajton si pronë, i keq trajton njerëzit. Keni parë ju nga selia e Partisë Demokratike ka se ju edhe për shkak se jeni live në këtë fash kohore. Keni parë të dalin nga selia e Partisë Demokratike në deputet e Partisë Demokratike për konferencë apo në një zyrtar i lartë, në kryetar ata. Të dalin në një kryetar komisioni. Del për ditë vetëm Sali Koltuku. Edhe aty se po mirë, është strategjia e komunikimit që ka Partia Demokratike. Jo, mos është strategji komunikimi, është uzurpim, ka uzurpuar çdo gjë. Keni parë ju dhe po ja u them unë se këtë skeni si të shihni. Asnjë degë e Partisë Demokratike nuk merr asnjë lek nga Sali Koltuku. Paguhet Partia Demokratike merr thuajse 1,5 milion euro në vit nga buxheti i shtetit, nuk dihet ku shkojnë. Ku shkojnë këto para? Nuk kanë ndarë asnjë para për fushatën zgjedhore, ndërkohë që janë paguar për lobim miliona dollar tjera. Si i uzurpon gjithën për çfarë? Për të hequr problemet e tij me non gradën. Pra si do ta fitoj ky njeri dhe pse nuk del t'u japi përgjigje se këto janë pyetjet që do t'i bëjnë fushat, tani do dalë për ditë do t'i bëjnë nëpër media, nëpër takime me qytetarët. Ora si do ta bësh fituese zotre? E ke marrë parasysh rrugën e gjatë që ke përpara? Kjo është maraton. Nuk ka diskutim. E ka marrë parasysh dhe do t'i dalë. Mendon se do të lodhesh në moment rrugës? Jo, kjo nuk është një betejë e lehtë, por kjo është një betejë e drejtë. Dhe unë betejat e drejta nuk triqem me asnjë çmim, e kam treguar. Po t'ishte se po ju them edhe këtë, se është sekret publik. E kisha zgjitur edhe çështja nuk kisha shkuar në burg, e kisha zgjitur më kollaj se ky me përfaqësues qeverisë. E kisha në dorë këtë gjë. Po patjetër si që ka zgjidhur ky, si kisha ndorë shitu si çitet ky edhe s'kisha bërë burg, unë isha në parlament, sepse unë
jam privuar 1 vit nga liria, 10 muaj, më ka ndaluar kandidimin, se është e njëjtë gjë, edhe këtu, një element tjetër që është njësoj regjimi Rama Berisha. Edi Rama më ndaloi kandidimin për deputet dhe më mori mandatin, Sali Berisha më ndalon kandidimin për kryetar partie në partinë time. Pra çfarë diferencë kanë këta dy? Njëri ka flokët pak përpjet, tjetri ka pak më të rëna. Njëri ka ca miliona më shumë, tjetri ka ca miliona më pak, po gar milionash kanë këta. Pa cila është diferenca që ka sot moralisht Sali Berisha me... Gara juaj për çfarë është? Gara ime është për demokraci, për të reformuar dhe për të bërë, e kam detyrim edhe për shkak këtyre sakrificave që tash, edhe për shkak të mendësisë, edhe për shkak të formimit, edhe për shkak të orientimit perëndimor që kam në mendësi, që në Shqipëri një brez i ri duhet të imponojë një kulturë demokratike që të rikthejmë demokracinë. Shqipëria nuk ka demokraci, ka një regjim Rama Berisha. Po e shikoni që me çdo kosto. E vetmi aspekt pozitiv që ka kjo lëvizje është që nuk do burime të mëdha financiare sepse e urrejnë këtë zotrinë dhe vinë njerëzit vetëm një sallë duhet edhe Facebooku. Me kaq që kanë bërë takimet unë deri tani. Edhe njerëzit që organizohen aty. Pra disavantazhi vetëm ne kemi bërsi morale, kemi të drejtën me vete, kemi argumentin me vete, por nuk kemi burimet e këtyre. Këta kanë burimet, po kishte burime dhe Viktor Orbani. Ke pasur tradhtar rrugës në këto muaj shumë dinamik? Po jo, më këto termat me tradhti janë terma që i përdor. Po, ata që të kanë lëvizur nga fjala, që janë distancuar, por që i ke menduar shumë më afër, ndonse në hatin politike jam e bindur që e ke. Jo, madje po ja u them edhe këtë që kjo lëvizje bëri promovimin e disa njerëzve të shmangur në Partinë Demokratike. Pra kush vinte tek lëvizja ime dhe kam biseduar me ta prakisht. Vinin tek lëvizja ime dhe merrnin funksionet e Partia Demokratike. Ose thënë ndryshe, erdhën në takimin e parë dhe nuk erdhën më? Erdhën në takimin e parë dhe kam bërë e kemi diskutuar që t'i marrin funksione këtij zotëri se janë prapë aty, prapë nuk e duan. Sali Berishën. Pra ka qenë pjesë e një po themi e një organizimi të caktuar për të imponuar figura që i duhen Partisë Demokratike. Dhe më vjen mirë që për shkak kësaj lëvizje janë imponuar figura që kanë marrë vota. Kështu që jo vetëm që nuk ndihemi tradhtuar, po ndihemi vlerësuar që kam nisur një lëvizje me njerëzit më të votuar dhe vazhdoj prapë të kem marrëdhënie shumë mira me njerëzit që janë të votuar. Do të konkretizohet me një emër, me një parti të re apo me një rrymë të re, apo do të bësh betejë deri në fund të paktën të qëndrosh në Partinë Demokratike me çdo kusht? Do të çmontojmë Sali Kolltukun nga Partia Demokratike. Do të vazhdoj takimet me demokratët. Ka një gjë që strategjikisht do ta shohim me kohën, por po themi aspektin publik të lëvizjes edhe momentin e zgjedhjeve lokale, por qartësisht Sali Berisha nuk është kryetar legjitim i Partisë Demokratike dhe ka për mua, po edhe për gjithë mbështetësit e mi, ka uzurpuar një funksion për interesa personale. Ne nuk e njohim këtë gjë dhe do të vi momenti që do ta çmontojmë edhe nga ky, siç e kemi çmontuar në publik, gënjeshtrat, mashtrimet, hallin, frikën, mungesën e burrërisë, do t'i çmontojmë të gjithë elementet e tjerë edhe nga ana formale. Pa jam përgatit për betejë të gjatë në Partinë Demokratike derisa ta çmontoj. Ka një gjë jam i bindur, ashtu siç janë të bindur gjithë qytetarët, që nëse nuk çmontohet Sali Berisha, Edi Rama do rri gjatë. Pra, ne kemi një betejë të fortë, por e kemi më të lehtë se sa betejë që kanë demokratët që besojnë tek Sali Berisha për të mundur Edi Ramën, sepse kanë shitur generale. Ka treguar një mik që nuk jeton edhe e kam po themi vlerësoja shumë, ka treguar një gjë po ta them shkurt dhe shumë interesante e kam për kolegët, por edhe për demokratët që besojnë akoma te Sali Berisha. Një betejë të madhe në një moment të caktuar. E thamë kundër Edi Ramës. Më tha që ki pa kujdes ta sepse në një situatë lufte, ndodh tha që kur avancon shumë dhe i thyen këto linjat e kundërshtarit, mund të arrish deri tek çadra ku rri kryegenerali apo drejtuesi i ushtrisë kundërshtare. Dhe kur të hapësh çadrën aty, tha do shohësh që drejtuesi jot është duke pirë verë aty me këtë drejtuesin kundërshtar dhe ti po merr kostot duke luftuar fort, ndërkohë që këta janë duke u tallë aty. Kështu që duhet ta shohim pak edhe këtë. Ne kemi për momentin na ka kap drejtuesin. Kur ke shitur drejtuesin, lufto sa duhesh ti ta shet prapë. Unë jam dakord me këtë qendrim, por gjithsesi. Qendrimin që është shita, po me qendrimin që kur ke dalë nga qelia,
pritshmëritë ishin të mëdha të paktën të publiku, demokratëve, por edhe të gazetarëve që do të kishin një lloj pritje në seli, por ndodhi deri diku e kundërta. E ka patur nuhatjen që nga ato takimet e pakta të fillimit të daljes nga qelia me zotin Berisha që rrjedha do të ishte e tillë apo të doli pak jashtë pritshmërive dhe jemi sot në këtë situatë që jemi. Që luftën duket sikur ka frontale me ty. Dhe ti me atë, patjetër. E vërteta është që nuk e prisja të mos ishte vetë, se unë kam komunikuar në momentin që sapo kam dalë nga Burgu, ka qenë telefonata i nxehtë, se nuk e kam pas tek njerëzit më të rëndësishëm, po ka qenë gjatë rrugës së kthimit, kam folë dhe i kam thënë që po vinë në selinë e Partisë Demokratike. Tha që kam një, ku diun se kishte një dreka, apo ishte i lodhur dhe iku. Por mungesa e vlerësimit për një deputet që sakrifikon edhe lirin për Partinë Demokratike dhe mos qëndrimi i kryetarit të partisë që përfaqëson interesat e gjithë demokratëve, dha një mesazh shumë të keq për gjithë demokratët e tjerë që përballen çdo ditë me regjimin. Pra, ajo nuk është se më dëmtoi, më lartësoi, por Partinë Demokratike në syrin e publikut dhe demokratëve që sakrifikojnë, pa diskutim që i ka dhënë që i ka bërë një dëm të madh dhe është një prej momenteve që besoj që qartësisht ka përçuar mesazhin e gabuar, por për Sali Berishën mbase të durin, por mesazhin e gabuar që sa do të sakrifikosh Partinë Demokratike, të përballesh, të bësh betejë, të korrësh fitore në emër të Partisë Demokratike, je problem Partinë Demokratike. Pra mjafton të rresh aty, thuj në një budallik edhe mund të të virave. E qartë, kur ke dal, apo jo, kur isha akoma në qeli shpeshherë, je menduar si mund të ishte një lloj spinimi për të qenë zëri kritik dhe më vonë pse jo në procesin zgjedhor të isha numri 2 i Partisë Demokratike. Por nga ana tjetër duket se me kalimin e javëve dhe retorikës që po bëj më agresive dhe më fort, drejt diku hapën gjërat në tavolinë dhe u lexua situata ndryshe. Ke patur ndonjëherë në një ofertë për të qenë numri 2? Po, patjetër. Nuk e kam pranuar dhe i kam thënë që nëse nuk ndryshon Partia Demokratike, nuk vlen asnjë funksion. Pra unë kam një betejë parimore, nuk kam një betejë për të marrë një funksion vetë. Dhe edhe lëvizja, që nga momenti i takimit me më të votuarit dhe takimi me demokratët në gjithë zonën, ka qenë për të imponuar disa standarde, nuk ka qenë për të marrë një funksion. Ja u kam thënë edhe miqve në për biseda që nëse bëhet fjalë për funksione, mund të shkoni në çdo funksion sepse unë nuk marr një funksion me një parti e cila humbet zgjedhjet. Dakord, mund të humbim zgjedhjet, po do kisha pesh në vendimarrje. Nuk pranoj dot mund të kisha ndikuar në struktura, në qasje, në qëndrim dhe në strategji. Shiko, mund të humbim zgjedhjet, por nuk pranoj dot të humb fytyrën e para, e dyta. Keni parë ju njëri të ndikojë aty në strategji apo në vendimarrje? Është parti që i shërben një njeriu vetëm. Çfarë do ndikojë? Ai thotë Edi Rama bëj këtë gjë, se të shtrëngova me gjyqin, e bën. Pastaj thotë që bëj këtë tjetrën se ja ku e ke këtë lejen. Ma tha bukur shumë se do sjet prapë zëra të demokratëve me qenë se tek një protestë që thirrri para ca kohësh edhe ishte sipas se do bëjmë protesta, ndërkohë që nuk kishte bërë analizë as ç'të të them, domethënë. Tha po e morën telefonin e thash duhet të organizohemi për protesta kështu. Pse tha i ka vonu zbardhjen e lejes Rama Saliut? Edhe të dali duhet dalim ne që të bëjmë pak presion që kemi njerëz. Çfarë thosh domethënë, e ka kuptuar çdo njeri këtë punë që këta janë bashkë dhe që mbështetja ndaj meje vjen edhe për këtë arsye, për të çmontuar dhe vjen nga njerëz kurajoz që duan që Partia Demokratike të jetë fituese. I ke ftuar kandidatët e tjerë që dorëzojnë dosjet, që të bëhen jo palë, po pjesë e lëvizjes tënde. Ata kanë mendimet dhe qëndrimet e tyre. Dhe ata kanë ndjekur edhe në rrugë ligjore. Unë mendoj që Kokalari dhe zonja Sela kanë artikuluar, po që do të ndjekin në hapet gjyqësore. Ti do të zgjedhësh rrugën tjetër që e the. Edhe Lesja Balliu. Edhe zonja Balliu, po. Pra, të gjithë kandidatët kanë një proces ligjor. Hapen shtigje të tjera lufte në PD, se duket se do rikthehemi edhe një herë tek situata e vjetër. Se më pyetet, kam vlerësim, sidomos rasti i zonjës Merema Sala ishte emblematik. Pra, ajo doktore pa konsumuar, një doktor i konsumuar. Zonja kishte e bërsi edhe zonja Merema në raport me doktorin. Pra ajo e pa konsumuar, ky i konsumuar. Zonja Merema me mbështetje për 24 orë, me mbështetje masive në rrjet. Sali Berishën e ndiqnin 60 persona sot. Unë mua më dilte gjithandej, çfarë diskutimi ja, ishte
kishte popularitet të lartë. Ishte para që dorëzoj dosin dhe mbase ishte ai kurioziteti i madh se kush është kjo zonjë që ka iniciativën për të kandiduar. Mori vëmendje më shumë se sa Sali Berisha. Nuk është pak. Pra ju tremb edhe popularitetit të zonjës Mereme. Pra është që si shtatë ju doli për një moment caktuar, ditën e parë. Imagjino të kishte qenë kohë gjatë dhe 30 ditë fushate, se si edhe për qenë tjerë, edhe për qenë ungarë, se e kualifikun vetë, thanë zonja Mereme është demokrate, që kualifikohet, ky tjetri nuk kualifikohet, se unë e zbërtheja në fushat pas i diskutim se Liberishën. Po ka pas frike edhe nga zonja Mereme gjyri për herë të parë. Kjo është ironia jote pastaj. Jo, nuk është ironi fare. Nuk është ironi, sepse shiko, ka një element që është shumë i rëndësishëm. Në shkencat politike njihet. Pra, kur ka dy kandidat, pavarësisht se njëri ka popularitet dhe njohje më të ulët, dhe njëri ka popularitet negativ, ka popularitet, po ka negativ si Sali Berisha, njerëzit shkojnë dhe votojnë kundër. Pra, vota kundër prevalon ndaj votës shumë. Pra, nuk është se votojnë për një kandidat që e njohin, po votojnë kundër kandidatit që e njohin shumë mirë që është i zi. Dhe fiton kandidatin më pak popullor. Pra, është e njohur kjo, nuk është e studiuar. Nuk ta them kot. E qartë. Sa i takon situatës së vjetër që ishte ajo lufta e madhe për Selin, për flamurin, për logon e Partisë Demokratike, shpesh herë dhe gazetare dhe juristë duke ditur faktin që dy eksponent, dy kandidatë kanë çuar do ta çojnë në fakt edhe në institucionet e drejtësisë dhe në SPAK. Mbase rikthej në vëmendje se mund të kemi një situatë të ngjashme për të marrë Selin. Ti mban mend të keqen prezent në atë periudhë. Sa janë gjasat që kjo të ndodhë, se nëse do të ndodhë, do të jetë dikush përballë, siç kanë qenë dy kandidatë, Zoti Basha dhe Zoti Berisha, për të marrë drejtimin e Selis, thënë këtë lloj forme. Kë ka sot përballë Berisha? Shiko, unë nuk di të them, po themi nëse skena të tilla që nuk e nderojnë Partinë Demokratike, të nxitura nga Sali Berisha, me hunj, me drur, me kokë dashi, me tokmak, ku diun, që quhen ato me shkallë, si tek filmi me zift, si tek filmi i herojt tonë, Skënderbeut, ca me kështu, se me çfarë luftonte, se dhe ajo skenë tregon një element tjetër. Pse nuk e bën tek Edi Rama? Pra te kryeministria, nëse do të ishte kundërshtar i madh Edi Rama i Sali Berishës, do shkonte me shkallë, me tokmak, me kokdashi, me dru. Pse nuk shkon te kryeministria të bëjë atë? Po e bënte e bën aty. Pleqja ajo është një histori tjetër, një lojë që kishin ata me njëri tjetrin, po nuk po unë do të them këtë gjë që unë besoj proceset politik. Unë Selin e Partisë Demokratike me aq njerëz shkoj në çdo moment. Edhe nuk e përjashtoj që mund të ndodhë. Jo për të bërë përplasje, po për të hyrë në shtëpinë e përbashkët demokratëve mund të jetë. Nëse kam, po themi... Cila mendon se do të jetë përgjigja për reagimin që vjen nga siguria, se po them për eksponentët e PD-s? Çfarë përgjigje? Pse mendoni ju që unë kam ndonjë shqetësim prej... Po të kisha shqetësim, nuk isha nisë televizje. Jo, po bëj një pyetje këtë të thjeshtë që ti nesër ose të hënën mund të kesh dëshirë të shkosh në Seli. I ka marrë parasysh unë dhe i njoh personazhet edhe pritat që kanë bërë personazhet të caktuar politik, edhe telefonatat që kanë bërë për njerëz, por nuk du të prek sentimentet të njerëzve që i kanë familjarë dhe që kanë pësuar trauma. Se mund të hyjë dhe aty diskutimi. I ka marrë parasysh të gjitha unë, po unë besoj që politika bëhet me fjalë, me argument, me alternativë. Nëse shkojnë tek element të tjerë, jo politik, bujrum. Pra do të ketë një moment që ti do të drejtohesh në Seli. Bujrum. Si je i vetë përjashtuar, me firmë nuk je përjashtuar akoma si s'dodhi me dy demokratët e Durrësit. Unë jam vetë përfshirë, jam më shumë i angazhuar, jam më shumë përfaqësues i demokratëve dhe e kam futur frikën në palës Sali Koltukut. Shikojeni se si është fazuar për 5 muaj. Me 5 muaj, nuk është i betejë e lehtë kjo. 6 vjet ju deshën Peter Magyar në Hungari, i çmontoi të dy. E nisi nga figurat e diskredituara të opozitës. Pra, nuk e nisi nga Viktor Orbani, unë e kam nisi nga Rama, se kam gjithkohën, po ai e nisi nga diskreditimi figurave të vjetra të opozitës, dhe në fund e ktheu pushtetin tek qytetarët. Ne do të bëjmë betejë derisa ta kthejmë pushtetin tek qytetarët. Të vendos vota dhe të kemi demokraci. Kuptoni, mbas 35 vitesh kërkojmë një demokraci si gjithë Europa. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. E kupton, orë të paktën e duam Shqipërinë si Kosova. Pra Kosova bën zgjedhje. Kosova ka ndruar disa kryeministra, disa kryetar partie.
ku mbet zgjedhjen kryetari i opozitës atje, e kishte Ama ka ndodhur një fenomen se dua të ndërpresë zgjedhjet e fundit. Tjetërsimi i vullnetit politik të qytetarëve brenda familjes politike. Pra votat nga kandidati në kandidat brenda familjes politike ka çrregulluar. Po na kopjojnë ne. I kapën atje ata, sido që tjetë po marrin nga ne. Një element është shumë i rëndësishëm për të thënë, po gabim ne duhet marrim nga ata në disa element. Bota njeh disa raste që janë studimore dhe që i përmendin gjithandej. Pra ka autokraci dhe rri Viktor Orbani disa mandata. Rri Vučići disa mandata. Rri Edi Rama disa mandata. Putin rri disa mandata. Dhe këto njihen si autokraci. E i vetmi rast në botë ku rri si këta dhe ka autokraci partijake është Sali Berisha. Ky rri po rri në opozit. Nuk ka asnjë vend tjetër në botë. Pra të gjitha autokracitë apo njerëzit që qëndrojnë vitet gjata me mandate, mbi 4 mandate, 5 mandate si këta, qëndrojnë në pushtet. Ne jemi rast përjashtimor. Sali Berisha qëndron njësoj si Vučić, si Rama, si Putini, si Viktor Orbani, por qëndron në opozit. Sepse ka kthyer Shqipëria, për shkak të Sali Koltukut, ka kthyer një element që nuk e ka asnjë tjetër. Ka kthyer opozit fitimprurse. Fiton pa firmosur. Është e pa imagjinueshme, nuk ka, jemi për Guinness edhe do t'ju shkruaj atyre kur të më dalë koha edhe këtyre të Guinnessit se është rekord botror. Po më gjetët një opozit tjetër që ndron një kryetar opozite në autokraci partijake duke humbur ku di unë se sa parë zgjedhje, ka fituar 2 herë zgjedhjet gjithsej, 92-shin për ndryshimin. Çfarë nderi po i bën Edi Ramës me këtë luftën e brendshme të PD? Jo, unë po i bër që derin më të madh Edi Ramës, sepse Edi Rama ka shërbëtor për shkak të gjithë atyre elementeve që ka Sali Berisha. Dhe unë po i bëj shërbim të madh demokratëve. Edi Rama do të ketë Sali Berishën. Që do, e keni parë as nuk merret. As nuk shkon në parlament. Po ku ka diskreditim më të madh? Dalësh javë për javë rozova Edi Ramën. Po kur del thot atje se është nuk e di domethënë Edi Rama u tmerrua. Edi Rama gjej vrimiu. Po këto janë këto janë domethënë të japësh avantazhe Edi Ramës duhet të nxjerrësh dosjet, Edi Ramës duhet të flasësh për korrupsionin, për keqeverisjen, duhet të japësh alternativën. Cila është alternativa? Futin në vrimiu Oditzi se do të vijë aty. Kur ishin protestat e parakombëtare se po zgjasin nga minuta në minutë të parat kombëtare nga Berisha, ka qenë pjesëmarrës me një grup të mbështetësve të tu, por i distancuar nga foltorja. Shikojeni pak nga momenti që kem qenë unë edhe këtë element. Shikoni pak protestat kur kam qenë edhe unë, se sa ka qenë pjesëmarrja, pak të ndyrë më shumë, shikojeni tani si ka përfunduar. Unë ditë paktën në rrjet çfarë është hedhur dhe si të kam analizuar unë nga prezenca. Po, e dini pse kam qenë? Për shkak se në nisje nuk do doja të thoshin jo po është kundër, se prandaj protestat i bëri kundër lëvizjes time. Për të thënë që ja ku jemi, por ti nuk e rrezon dot. Se nuk është kjo rruga i të bëjmë xhiron bulevard, po që edhin fishek zjarre. Çfarë festone me fishek zjarre? Se fishek zjarre është festë, është shpërthim. Shkon dhe Rama e të fishek zjarre i thot erdhe, unë i gëzuar që jam përballë te këtu tek kjo. Deri në 2029 besoj je i privuar të paktën për qenë në procese zgjedhore, por jo brenda strukturave të partisë apo të lëvizjes që ke marrë përsipër të nisësh. A mendon se një moment edhe mund të se ta bëra edhe një herë si pyetje po ta rrith kësaj. Mund të dorëzohesh, mund të lodhesh, duke njohur pra çdo ditë më shumë ti do njohur se si funksionon gjëja në terren edhe kur shes se zoti Berisha do të vazhdojë të qëndrojë aty dhe do të rikonfirmohet si kryetari i ri i partisë sërish. Edhe unë këtu do të qëndroj. Çfarë diferencë? Stoik. Po shikoj, e para do të qëndrojë, e dyta ka një element që është thelbësor. Ku po qëndron? Sali Berisha dakord, se po qëndron kryetari i partisë më të madhe opozitare në vend. Po qëndron duke u shitur tek Edi Rama. Por të gjithë demokratët e tjerë, ashtu si dhe unë, ne jemi në sakrificë. Unë do qëndroj me ta. Ne nuk është se po e bëjmë betejën vetëm për një funksion, ne po e bëjmë se du mundim me Edi Ramën. Dhe unë do të qëndroj me demokratët në sakrificë, pasër se ka në një sakrificë Sali Berisha. Sali Koltuku është më rregull. Për Koltukun u diskreditua, se këteru... A ke një përgjigje për ata që kanë artikuluar në opinionin publik që ke patur mbështetje, je në terren të do struktura, por që nuk ke një objektiv të qartë, nuk ke një program të qartë për të atuar demokratëve. Apo do të presësh një moment të dytë pas procesit zgjedhor për ta shpalosur. Do ne t'ja u them edhe këtë. I vetmi njeri që ka program dhe platformë jam unë, e depozitova dhe ditë. Do ne t'ja u them tani, kemi kohë. Kam depozituar, kam depozituar një platformë të plot ditën e kandidimit përveç se kam folur gjithkohën. Objektivi është shumë i qartë. Si s'pas kam objektivun, të kandidoj për kryetar të Partisë Demokratike dhe
të krijojmë një parti që ka meritokraci, që deputetët i zgjedh baza, e ka vendosur që t'i japim një 20% të listës për njerëz që vinë nga shoqëria, t'i japim 40% listës për të rinj, që të tjerët i konfirmojë antarësia, që të kemi marrëdhënie të strategjike dhe të privilegjuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të mbështesim SPAK-un, që të kthejmë një parti me ideologji të djathtë, të përqendruar tek familja, tek kombi etj. Pra doni të vindi tjetër unë rrim 3 orë për atë. I shkruajtë disa zëra. Kështu që nuk ka asnjë diskutim se këta që thonë këta, cili është objektivi i Sali Berishës, bëj lek. Pra këta që dalin më thonë këta, çfarë objektivi ka Sali Berisha? Del, kam disa miqën është në rregull, sepse në njerëzit në një moshë caktuar dalin pension edhe për shkak të lodhes. Nuk lodhet doktori jonë i madh. Del, jep një konferencë në 12, ikën në shtëpi, sham në njërin aty, që e vjen. Fakti që ti dhe orën që del online do thë që ti e ndjek me vëmendje të shtuar çdo deklarat që ka. Po patjetër, atë ndjekin 65 njerëz live, unë jam i 66. Po që do them, me ndjekim shumë, me ndjekin 65 janë gazetarët që kanë punën, edhe unë i 66 se ta shoh çfarë thotë ky si do na çoj në fitore, kështu që çfarë do them. Saliani, shumë faleminderit dhe të uroj punë të mbar dhe ke një rrugë të gjatë përpara. Ndërkohë, për lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, mund të shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar nesër në orën 10. Mirupafshim.